Sa bukur ishte kjo intervistë Marash, faleminderit Ana, që ishe në Folship Show dhe na dha këtë intervistë. Kjo fundit ishte në fakt realisht shumë e bukur. Qa po më zgërdhej është aty ora. Qa ki? Qa ishte kjo? Po, Fatiuni e ka i stil për kamerat se si i përdor. Lëvizë pak shumë? Bravo. Jemi live në Radio Televizioni Seni. Faleminderit shumë edhe një herë Ana për intervistën e mrekullueshme dhe Marash vazhdojmë tash me një zë melodioz. Një zë që unë personalisht ama mas tiqem tash që po gjithçka po shkoj ka me moshë. Në bazë moshës po ndryshoj ka dhe shija muzikës. Edhe sot Bujar Qamili për mua është një ndër këngëtarët më të mirë shqiptar. Që e këndon këngën shkodrane, këngën shqipe. Mirë, por nuk dua të themi që sot kemi Bujar Qamilin, por dua të themi që sot kemi një këngëtar shumë të mirë, që është personaliteti i tij, Melos Trëshnjaku. Mirë, por përveç se është këngëtar i personalizuar me vetveten e tij, është edhe këngëtar që mu më duket që e ka edhe një Bujar Qamil brenda vetes. Pra është një pasuri, është një aset edhe për vetë autorin, por edhe për ne si dëgjues të muzikës, se e kemi gjithmonë zërin melodios të tij. E ftoj me duar trokitje për ta dëgjuar, edhe kam dëshirë sa po tulet këtu, t'ja nisin pa na thon as mirëmbrëma, pa na thon as mirë si u gjeta, pa na përshëndet, pa na dhon dorën hiç. Mos u largo. E ftoj me duar trokitje në Bigafon Jonas, Melos Trëshnjaku! Mos u largo, po të lutem shumë. Mos më ndërpret, lutem mos më ndërpret se besom para 2 ditëve e kom një gjuhë në një vend këngën tonë që ka kënduar për vitëritën e, edhe deri në fund 2-3 herë kemi këty. Ma kënë këtë këngë të lutem a cappella Melos, sepse për mu është pasurimi e pas këtë zonë sken edhe 50 vite tira të paktën. Faleminderit shumë. Spari ju falenderoj për ftesën. Mos më falenderoj hiç më zon falendërim me zua se që du veç me të një gjuhë ja pastaj falenderoj. Po pastaj ti falenderoj mua që po më gjan. Hiç mos më falenderoj. Mos u largo, po të lutem shumë. Dikur ti mu lutëshe mua, tash të lutem unë. Mos u largo, po të lutem shumë. A dikur ti mu lutëshe mua, tash të lutem unë. Natë e gjatë, s'më mërgjumi, andrat më mundojnë. Kisha pas rrethati lumi, dhimbjen ta shërojnë. Sa e ombël që i dhet, dashuria e shkret. Andaj pa ty s'dua t'jetoj, çfarë që ka kjo jetë. Melos, mirë se erdhe në Folship Show, knaqësi që të kam sot në studio për herë të parë në Folship Show. Për herë të parë flasim për interviste, se për vitin e ri që ke përformuar. Knaqësia është e imja, faleminderit për ftesën. Të lutem me kënaqësi më të madhe, unë vuj me pas. Edhe për mikpritjen, edhe për zemërgjërsinë që ki ti personalisht, edhe gjithë stafi, po besoj edhe ky vendas. Kolega jem është edhe ti i venit. Unë prej opojës me preardhje, normal, unë. Parte mi prej Shkodre kanë ra aty në Opoj, pastaj unë veprimtarin tem e kom zhvilluar në Prishtinë. Po. Edhe tash s'di prej kajt më thonë vërsi jam. Dhëndër në Tiranë. Ja, tash i sekond, dhëndër në Tiranë, origjinën prej Shkodre. Njeriu në qoftë se nuk e din prej ka vjen, nuk e din as ku më shku. As ku ka më shku, s'ka fjalë. E tash origjinën e ke prej Shkodre. Patjetër. Veprimtarin në Prishtinë, i ardhur në Opoj. Por origjina nuk harrohet kurrë. Jo, s'ka fjalë. Origjina është shumë e rëndësishme. Rrojtja është shumë e rëndësishme. Shumë vërtet. Temeli i shtëpisë është shumë e rëndësishme, çka ke fut poshtë.
Për me mojtë shpis. Për me mojtë shpin. Melos, edhe emrin e ketë veçantë. Unë kam dëgjuar prej disa artistëve të mëdhej që gjysma e suksesit të një artisti është emri. Kam dëgjuar, nuk e di sa është e vërtet, po shumë më rëndësi emri një artisti se si tingëllon në veshën e dëgjuesve. Jo, për atë punën e emrin e kam bashkë me muzikë, po se zhandri, tradita, prej ardhe e emrit tem është. Tradita e muzikës shqipe quhet melosi popullor. Melosi popullor. Po, pra unë emrin Melos e kam. Po. Sa i përket e emrit, atëherë nuk e kanë ditë që kam u bo unë muzikant, as këngëtar. Nuk e besoj që ndikon emrit e... Unë e kam një gjukë nuk e di është e vërtet apo jo, por tash me pas emrin, e di që nuk ndikon, se ka emra për shembull shumë çuditshëm që kanë bë karrierë. Po. Po ka edhe për shembull po i marr disa emra, kam e marr për shembull, kam e marr disa emra. Për shembull Meda e ka Mehedin. Po s'ka dalë me Mehedin ai, ka dalë me Meda. Pra, a e kupton? I ka dhënë rëndësi emrit. Emri artistik. Emri artistik, e ke parasysh. Tjetër, Ramadani, Dani ka dalë me Dani, s'ka dalë me Ramadan. Pra domethënë, është një psikologjike kjo pjesë. Domethënë, emri ka shumë boj, ka shumë artist tjetër. Tjerë që e kanë shkurtu apo e kanë ndryshu emrin artistik, sepse ka. Unë kam dëgjuar prej njerëzve, domethënë regjisorëve që janë me emër këtë pjesë. E tash nuk e di a është vërtet apo jo. Nuk e di, ndoshta. Ata ndryshoj Bretini. Jo, mirë e di, Melos mos e lëviz. Melos mos e lëviz. Ta voj Meli ose Losi. Losi, jo se Los është me mbaru. Po Los. Meli është, jo, Melos lere kështu. Melos. Me lere kështu, Melos. Muzikën, a keni pas tradit familjare, a veç vetë? Prej familjes nanës, po. Po. Edhe atje e ki mësu muzikën? Jo, e kanë pas muzikë. Jo, unë muzikën e kam në shkollë, muzikës më ka që babi kër më kanë i vogël. Vetë ki vendos se prej atëherë ki pas pasion, apo? Po, unë talentin e kum pas prej fëmijë shumë i vogël. Ma kanë zbulu. Edhe pas të em regjistru në shkollë të muzikës, shkollën fillore të muzikës. E kum kry në Prizren, shkolla e Melos, muzikës. më falë, e mbaj se ma dërgoj betimin një foto, tash që ishim të folë për shqiptarizëm, për mos ndarje të shqiptarët. Ma dërgoj një foto shumë interesante, që ka, a mundesh zoom me bo të lutem kamera, sa shumë interesante me e tërgu për shikusit tonë. Bëje pak zoom, a e të bo zoom, a është, okej, është një hoxh edhe një prift, duke dhënë dorën njëri tjetrit, edhe krejshme dhe Ramazan bashkë. Dhe më thonë është shumë interesante. Kjo na bashkon, kjo është krenaria jonë. Dhe më thonë, këta janë shqiptarët e marrësh, e pave apo jo? Shumë interesante. Më dërgoj betimi, se betimin e kam vllon tem musliman, është agjerushëm, Zoti ta pranovë betim të tuva. Qëra ku ma dërgoj këtë foto tash, unë e bona publike betim. E kape mirë gjigant se është shumë me domethënie për gjithë ata primitivat që dojnë me i përqarë shqiptarët. Domethënë, kjo është fotoja vërtet e shqiptarëve. Si që unë e betim loq ka që atë. Qashtë. Betim unë e ti i ditë këna mu veshtë, unë prejfë ti hoqë, edhe këna me e bo një fotografi t'ilë. Kërë di qëpar hoqë më del betimi, kur damnojnë ata, unë qarë prejfë ti del. Ne për ndrojmë, ti prejfë banë unë hoqë, se unë e kam mjekrën. Kjo kam mjekrën, ti rrinë. Melos, marrë vazhdo për të studimet. Talentin shumë herët e kanë gjithë. Shkollën e ullë të muzikës e nisa në Prizren, e mbarova, viti parë ishte për instrumental, fillova me solo këndimin, më thonë këndimin klasik. Shkollën e mesme e vazhdova në Prishtinë, e mbarova dhe shkollën e mesme, për ndryshem edhe akademik i muzikës, e kom të maru me dhe akademin muzikore. E ketë maru me akademin muzikore, pra dhe më thonë këngëtar me diplomë që kanë. Pa tjetër. Mos u largu. Kënoj edhe klasik, kënoj edhe arje, vepra. Ore, pa miknunja 3-4 konga a kapela këtu s'ka shanse. Vesh po të kalzoj. Ta dish këtë gjohë se jam fan si vëzonit tanë, po ta them sinqerisht.
Po, mos më shtin me ta bona i dietë, na i gjanë se kështu për me kënu. Edhe dietolog je. Po, edhe dietolog. Po, Jo, unë e mora i dietë për atë idealit, më tha me pi ujë, zi ç'a thanë, 5 kg tha muj me hek për një ditë, ç'a tha ideali nuk e di, 5 kg për një ditë. Sportisti? Po, Altini. Po. Po ai vetëm për më përgatit për ndeshje, nuk Amo, është. interesant ishte. Amo dietolog, çfarë diete na këshillon neve për shembull, ky më i mor pa killa, unë me hek pa killa, ç'është na kishte këshillu. Po, ky duhet me hongër. E ti mos më hongër. Ky duhet me hongër ti. Ky do të më hongër, mos më hongër. Ja. Ja. Ah, Jo, në fakt nëse flasim për nutricionin, unë e kam studiuar shumë edhe ja kam kushtu edhe një pjesë tjetër teme shumë kësaj dietologjisë, për arsye se kam pas probleme shëndetësore vet, shumë. Unë jam kanë diku 160 160. po 162 ose 3 kg. Po. Ti? Po. Wow. Edhe pastaj ja kam kushtu edhe këto studimin kësaj për me u dobësu për vete, jo për kështu tani met si profesion Po, edhe kjo. po. Bravo. Kështu që po për me u dobësu ose me shtu kilogram do të me hongër ushqimin e duhur, sepse diet Cili është ushqimi i duhur për të hequr të paktën? për të hequr. Po, për të hequr për me kilo. heq kilogram. Po. Do të me shku kalori deficit, do të thonë me hek kaloritë e tepërta. Cilat janë ato kaloritë? Kush më përmban Kalori deficit, do të thonë me hongër ma pak se sa që i harxhon kalori. Për shembull, mos me hongër me ndal sheqerin. Sheqeri ndalohet, po. Me brumin. Brumi yndyrën. ndalohet, yndyra ndalohet. Është fjala yndyra shtazore, jo bimore, se yndyra bimore ka të mira. E kuptoj. Vajollinit, Po. pastaj janë këto drithrat. Duhet mi konsumu apo jo? Duhet mi drita? konsumu. Duhet. Po. Orizin? Orizin po me mas, Me mas, jo shumë. caktuar po. Okej. Gjithsesi, Ke arrit me hek bagi shumë pesh për një po, që afër 70 kg. 70 kilogram. Po, Veç me pa ushqime, operacion, pa ndryshime po. në ushqim, Edhe me ushtrime kuptohet. edhe me ushtrime. Bravo Wow, qoftë. është arritje e madhe. E kështu që e A e mbarova. ke pas këtë zonë edhe kur ke qenë 160 kg apo jo? Po. Njëjtin zonë ke pas gjithmonë. I njëjti u kanë. A ke mujt me përformu 160 kg person? Domethënë 160 kg ti normal kur je ma i shnosh, ai trash, se tash shnosh. Po, më Se i trash atin unë e kam kompleks po, nëse. më e shnosh. Kur je ma i shnosh, ideja është që ki normal energji ma shumë, ki fuqi ma shumë. Më e shnosh. Po, pa dyshim. Ke fuqi më shumë më e shnosh? Po, shumë ma shumë. Pastaj, të diafragma, të rritët të diafragma, se dhe diafragma është muskull. Edhe ti kur je i trash këne, ki edhe diafragmën e madhe, po, qanë. Po nuk varet ajo. Dhe me thonë, ideja është që unë i njëjti jam, të paktën, faleminderit Zotit që qajtrum kam njohurinë kam të njëjtë, edhe përveç. Si e ndjerë si 160 kg me los? Si e ndjerë keq apo mirë kështu me veten si fizik? Jo, jam ndjer shumë keq. Edhe pse nuk e kum pranu, nuk e kum pranu asnjëherë. Asnjë s'ke thonë që jam keq. Jo, gjithmonë thësha, për arsye se unë jam shumë i fuqishëm. I fuqishëm, fuqi. Po. Se para se me rri aty, se për lidh me sot edhe me boksin, unë jam marrë edhe me kickbox. Para se me ardhë dete 160 kg, kum bo edhe vetë kickbox. Kum ushtru shumë. Si erdhi 160 kg prej kickboxit 160 kg? Çfarë të boni ty për të ardhur në këtë peshë me los? Qashtu jeta, shkoj edhe keq shkoj, nuk shkoj që shduhet. Nuk shkoj që shduhet edhe more. Edhe po, u trasha shumë. Okej. A e kishe të vështirë me heq? Është e vështirë shumë. Shumë e vështirë. Sa kohë të desh me heq 70 kg? Po, ty gati 2 vjet. Gati 2 vjet. Edhe i ke heq 70 kg. Po. I kom heq. E tash dhe me thonë, jem shtu prap, i kom shtu disa. Pa më me dash t'i heq tash? Po, kur du. Vetëm si të dash vetë? Jo, si jam të dash. Atë ka penalizu? Po kemi mi hek bashkë, unë e ti e kemi bani një marrëveshje. Një marrëveshje. Absolutisht. E kemi bani pak. Po, u krye. Që unë e ti do të fillojmë do t'i hekim U bashkë. kry muhabeti, veç na trego mos na lë shumë gjatë. Ngo pak, atë ka penalizu pesha aty në art? Po, patjetër. Atë kanë thirrë njerëzit? A ke bo mbrëmje muzikore, koncerte gjona me atë peshë apo të ka penalizu? Kam bon, nuk e kam pas. Por të ka penalizu, ndoshta? Po normal, patjetër. Është të na në Kosovë, do me thonë,
ose në shqiptari po flas, për keqardhje është që ka të bëj shumë kjo, ka të bëj dukja fizike, ka të bëj pesha. Nëse ti mëresh më konë këngëtari më i mirë në shqiptari ndoshta, ose realizuesi më i mirë në shqiptari, everything, gjithçka, nëse ti nuk je i bukur, nuk të shef kush. A beson që edhe kanë pas paragjykime njerëz, ta ke pas ma pak angazhime për... Jo ma pak, po normal ma pak se tash, po ideja është që se atëherë jem konë ma i ri, normal edhe përvoj nuk unë pas sa sot që kam. Po është shumë problem, mungon meritokracia shumë të na, edhe që to duhet me pas parasysh, që ti nëse nuk dukesh shumë mirë, nëse nuk e ki, ti në fakt edhe s'knon mirë. Pasha zotin një shok më thajke, me lës ta që tash që je do pësu, po më do këtë je ka kënon ma mirë. Apo e kupton? Po. Kupton, normal unë nuk knojsha më mirë. Thjesht, po je duk më mirë. Jam duk më mirë. Po edhe ju kam menduar që je duk më mirë. Jam duk më mirë. Shumë e vërtetë është kjo. Melos, Atë ka nimu sporti edhe disiplina edhe dieta në karrierën tënde. Padyshim shumë. A je bo ma produktiv? Shumë, po. Edhe në muzik? Po, edhe në muzik. Për arsye se une jem marrë edhe me tekste. Kam shkrujt edhe tekstet këngëve, disa këngëtarëve të tonë që i kemi shokët mi. Ju kum bo via melodike, ju kum orkestru këngë edhe ju kum shkru tekste. Edhe po, është shumë e vërtet që më ka bo ma produktiv, më ka... Veç në qëto vitet e fundit je konë shumë aktiv me... Po. Që shtuhet me nutricion që e ki studiu? Po, 2019 në kam fillu me... Po, dietologjin me që e ki studiu. studiu, edhe muzikën që e ki studiu, edhe muzikë që e ki bo Muzikën vetë. e kom kry ma herët, fakultetin e muzikës e kom kry pak ma herët, ma moti. Më thonë i ka 9 vite, 10. Po, e tani edhe për 2 vjetë ki hup shumë Po, pesh, kum hup edhe pesh. shumë po, aktiv je konë. Vitet e Po, jam edhe familjar, jam krye familjar. Edhe kum punu, non-stop. Në për lokalet me muzikë shqipe, kuptohet. Muzikë mirëfill shqipe, që i ka Prishtina. Aty jem konë shumë aktiv. Të shumica e lokaleve të mira atje. Çka të motivon ty mu kanë aq aktiv, mu angazhu katë shumë në për shumë fushat të ndryshëm? Motivi normal është dashnia për këngën, padyshim. Aty e gjaj motivin. Dashnia për muzikën, përgjithësi. Po për muzikën shqipe. Për muzikën shqipe unë kam dashni të veçantë. Edhe e bëj shumë mirë, tash nuk do të thotë që si bëj tjerat. Unë kom knu edhe rock, blues, jazz, funky, edhe tallava. Why not, atë, pse jo? Po, muzika shqipe më impresionon. Sidomos muzika e jugut. E kam shumë për zemë. hajde këto diçka për jugut. Me bo... Po. Na e kom. Ura labëritë thura këngën, moje shtrejta labëri, te ti linda dhe urita, të kujtoj me dashuri. Bravo. Si ishte e tjetra? Kokën në Stambol. Bollë more, e trupin e janinë, të shtrinali pasha more, o pasha të shtrinë. Edhe isëm. Bravo. I din të gjitha zhanret e muzikave, pakten të trevave tona. Shqipe, po, i njosh, gjitha jo, po këto... Shqipëri e mesme, po, Shqipëri e mesme, po, veri, po, e jugun. Po, ndoshta e ku kam pak ma- mundesh me çalu pak, ndoshta nga këngët e Këto që rapsodike? A di pse? E diskutuam pak edhe ma herë. Për me kënu këngë rapsodike du të më ka një hap. Unë se kom ato. Shtadin? Marë shkodran, a din pesën zenon që m'ke dhane. A Po marrësh? unë jam... A veshe? Je Si jam i po, hap. po, nuk je, okej, kuptohet. Për me kënu, Po. se jo që se kënoj.
Okej. Kong qeta, po, shkruajt me ashtu, po. Kemi Kong Shqipni e mesme. Fustoni me pika, sa hije të paska. Shumë zot burr. Fustoni me pika, sa hije të paska, o qoje paka, pelen goce, sa të shose plasa. Qoje paka, pelen goce, o sa të shose plasa. Bravo, gjigant. I forti. Si ishte kjo tjetra e Bujar Qamilit, si e magnove atë? Nuk jam ma si kur atëherë, Ko, kur myt isha kej. i lumtun si gjithë. S'kam gëzim e knaqësi, a shumë në ty kam pas besim. Tash as kujt s'mund t'i tregoj, për çdo natë vujtjet mundoj. Ditë e natë unë të kujtoj, as si çdo njeri unë të jetoj. Ty as kush s'mundet me t'bind, se për ty e japrinin. Ditë e natë kuj toj me mal, zemra në ty, zemra në ty, kara mal. Ej! Shumë kisha gjujt altisht tunel. Qërë që kam bo të avojnë krejt bira e kam bo të gjujt alti. O ku je altin, mor shkodran, A din besën altin që m'ke dhone. E ku je me las djali, ku je. edhe si Alexander Gjoka A ndoket ke kishte bo... mujt. Alexander Gjoka? Ma knej kongë të Aleksandrit, po se ty ke zonin tamam, prit. Qërë ka të kongën... në jetën time, Ka qëni ka qenë qast, Kur kur unë për ty pata nevoj, më bën të thuaj, Bashkë me shumë. gjeste fjal, kur ti pram vete, më qëndroje, e kundër të ndodhi i gëlarg, ato dimrit të jetës time, Bravo. gjithmonë gëzimet i ndalin bashk, se më ike, më braktize. Gena, Bashkë shumë. salut kam derdhur. Salut kam derdhur, unë për ty, sa shumë ty të kam dashur. Më mirë me ty dhe fukara, se sa pa ty i pasur, hej. Më mirë me ty e fukara, se sa pa ty e i pasur. Ma mirë me Bravo. dy apo me ty? Me dy. Me dy, edhe, vëtë se Bravo. është shumë nga trushme ke Ma pjesë. mirë se, po është, ma mirë me dy e fukara, Po dhe, jo me me dy. ty. Me dy, Me dy, ma mirë me dy e fukara. me dy kerre. Me dy kjerre Po, se dhe, fukara. Ma mirë, po, dhe ma mirë me dy kerre se më mos më pas heq. Bravo. E, mërë, pa t'janë, mërë, si shumë e kupton edhe ti. Melos, ti sa kong i ke tuat? Ke kong tuat I kam, të kompozuara, të publikuara? po i kam 5 ose 6. 5 ose 6 kong tua që janë Të mija që janë që po. 3 prej tyne i kam bo vetë. vetë i ke po? Po. Bor. A ke tash projekte të reja, apo ke diçka të Po. fundit? Pa tjetër, unë për momentin e kam një kongë që është e kom bo ma herët, po është të më pushu. është kongë shumë e mirë. Ma atë kongë unë e kom pas njetë me marë pjesë në kongë magjike. Po, tu e pas parasysh që atje mungon prapë meritokracia. Unë kom dasht që atë kongë mës me që atje. Kom dasht me atë kongë me qitë vetë. Edhe po shpresoj edhe po besoj që kome shumë shpejt kome realizu që atë kongë. Quhet Ike. Shumë Ike. është kongë e mirë, po. Pra, akoma se ka realizu. Është e realizu me kretë vetëm që ka me dalë. Klipin Po, është e ke nxjerr akoma. Klipi s'është nxjerr. Okej. Çfarë ke para kësaj Ike? Ke në kong që ke nxjerr tash? Po, e kam shumë dashni, e kam faj. Cila është më e mira që ty të lën shpirt nga këto që ke? A ke dëshirë ta nxjerrim transmetim? Po, ma e mira,
këngë ti kam si fëmijë unë, s'muj me thonë që Po, kjo e është kuptoj, më e mirë, po. kjo është më e mirë, Një kjo që është më e mirë. të flenë më shumë. Kënga shumë dashni që e kum bë, e kum shkruar tekstin vet, edhe unë në fakt atë këngë ja kum kushtu Okej. bashkëshortës. gruas. Bashkëshortës tënde. Po. Shumë dashni. Shumë dashni. Ta, e Edhe- ke në YouTube? Po. Regjia ma transmeto shumë dashni e ka gnu për bashkëshortën e vet. Marash? Para s'kemi folë për temën e meritokrasisë në sport, në fushën e Po. boksit. A beson që ka meritokrasi në muzikë? Jo, absolut. Nuk Vides- ka as a muzikë vides- meritokrasi. Edhe muzika vuan nga kjo pjesë. Vides muzika e vun më shumë se gjithçka. Për arsye te sportet tjera, po e marr shembull tek boksi, tek futbolli. Nëse jeti haj, në boks nuk ka nevojë me mujt me fjalë. Në boks e mund me kohë. E qet tokë edhe Po. Ose ja, mund mi dhanë ato pikat fiton gabim. edhe jenë rregull tek sporti është fjalë. Po. Po edhe te futbolli shihet, e jep gol edhe te muzika nuk është kështu. Te muzika nuk është kështu, se në muzikë për shembull nuk i intereson atij sa kënon ti. Hiç. I intereson çka jep ti, edhe i intereson është fjala çka jep ekonomikisht. Po. Edhe është fjala çka fiton ai. Cili do lloj producent ose menaxhment që merret me këto punë. Edhe mediat, edhe televizionet, unë ndihem shumë keq, edhe më vjen shumë keq që edhe në media nuk ekziston meritokracia sa i përket se ti shkon edhe ai nuk të fut ty ku duhet, e fut dikon tjetër, se ti se ki vendin që tu ai e ka, se ai e ka axhën ose ai Po, e kuptoj. Apo kupton. E kjo prandaj unë edhe jam sot jam ku jam. Është fjala me kështu, me karrierë, unë jam shumë mirë, po me Kishe mujtë edhe më mirë me emën. me këtë zosh që ke ti, të kishe mujtë me qenë Po, shumë lartë. Shumë e vërtetë është. Po gjithsesi, unë nuk kum pranu me mu theq çajo, jo meritokracia. Jo meritokracia. Unë du meritokraci. Po, Unë du me meritu vendin tem, edhe s'kum pranu me mik me shku aty. Po, të kuptoj. Më kupton. Kjo Nashta është edhe pranoj, se si dihet në të ardhmen. kjo është gjë më jo s'ke nevojë për mik fare se te ne funksionon meritokracia, kështu që me merit Mu vjen shumë mirë edhe a ditë e tham, a ditë kur u takuam për xhirime, e thash që po vjen shumë mirë që të takova se ti e jep hakun. Po, ki vendin, urno, tregoje. unë e vetmja gjë që nuk vlerësohet tek unë, ndoshta edhe nga personat është që unë i jap meritat personit që ka talentin. Shpesh herë jam zhgënyer në fakt nga personat ndryshëm kur i kam treguar që ti vlen, ti je, ti ashtu, pastaj ka ngrit kokën edhe më ka vendos kushte ndoshta më vonë. Mirë po, unë e kam këtë natyrë që s'kam dëshirë me i hy dikuj në hak, apo me ja ull dikuj moralin, apo talentin me ja hup, apo meritat që i ka me ja ull. Pra, kjo është pjesë që unë e vlerësoj shumë për ta treguar tek njerëzit. Pra, domethënë, Melosi është një këngëtar shumë i mirë, ka një zë melodioz, unë me dash di edhe mos me ta thonë, di edhe mos me të livdu ka shumë, di edhe mos me ta thonë herë pasi me mbajt për vete, po kam dëshirë me ta thonë që më të motivu edhe me të dhanë mundësinë që ti me vazhdu sa më shumë, sepse motivimi më i madh është kur njerëzit të duan dhe ta dëgjojnë këngën dhe zërin. Kjo është ideja më e madhe. E tash Melos, Marasha, ke pyetje? Veç se qysh e she të ardhmen tanë në muzikë, në dietologji. Dietologjinë e kam kështu, e kam lënë si hobi, si un profesion e kam muzikën edhe pa dyshim që do ta kam deri në fund të jetës. Nëse më jepet me punu si nutricist, nashta edhe punoj. Është fjala jashtë Kosovës. Po ideja është që nuk e besoj. Do të vazhdoj me muzikën. Do t'i përkushtohem muzikës shumë mirë. Unë e kom gjatë viteve që ish dasht unë me bo emën, unë e kom rregullu jetën, e kom rregullu familjen, e kom një familje, faleminderit Zotit, shumë të çnosh, i kom 2 vajza shumë të mira, edhe tash unë ata i kom rregullu, do të thot familjen, e tash do të merrem me veta. Tash unë do t'i jap rëndësinë e duhur muzikës edhe karrierës time.
Gjatë që s'ja kum dhonë ma herët, kush ma herët, kush ma vonë, nuk ka shumë rëndësi, unë tash kum zgjedhë dhe po, do të vazhdoj me muzikën, pa dyshim, edhe do të jam aktiv tash edhe në Evropë, në Zvicër, Gjermani, edhe në shumë vende ndryshme. Mujna me prit shumë kongë prej Pa Melosit në pa tarme. dyshim që po. Melos, se kam një pyetësor për ty i dashur, ku do zgjedhësh njërin nga dyja, Bjonda apo Brune, do më thonë, E kuptoj. a e kupton parasysh? E ke parasysh, do më thonë. E kam parasysh. Të krahasohen me Bujar Qamilin apo të krijosh stilin tënd? Pa dyshim që të krijoj stilin tim. Edhe normal që një emitus nuk mundet më kanë kur i mirë, asnjëherë. Kështu që unë preferoj stilin tem edhe aktualisht jem tu e formu një stil temit. Po. Bukur. Dasma tradicionale apo koncerte moderne? Dyjat. Ja, dyjat lejohet. Dyjat Kjo është lejohet. problemi cak. S'lejon dyjat, njëna lejohet. Ose dasma tradicionale ose koncerte moderne. Koncerte moderne madhështore. E ke fjalën koncerte kështu Koncerte moderne tash, madhështore si Dua Lipa jo, po koncerte moderne. Ja, nëse është si Dua Lipa koncertet mëdha, po, koncerte, padyshim. Okej. Zë i fuqishëm apo interpretim emocional? Interpretim emocional, padyshim. Shqipëri apo Zvicër për publikun e kam fjalën? Shqipët, ku jena Shqipët e Zvicrës. Sa mirë me një gur dyzësh kjo. Shqipët e Zvicrës ku jena Shqipët, tash atë Shqipërisë apo Zvicrës? Shqipët e Zvicrës. Domethënë në Zvicër po. Okej. Këngë dasmash apo balada qytetare? Balada, qytetare, Orkestër live apo playback? live. Sigurisht që live. Të këndosh 5 orë pa ndalur apo 1 orë në koncert? Një orë në koncert. Preferon që ndjekësit tuaj të kërkojnë këngë të vjetra apo këngë të reja? Këngë të bukura, preferoj. Kërkojnë. Të bukura cilat janë, të rejat apo të vjetrat? Edhe të reja dhe të vjetra, kënga e bukur është e bukur, si e reja, si e vjetra. Mes të rejave të vjetrave cilat zgjedhë? Për momentin, pa dyshim që këngë të vjetra. Të vjetra, okej, bukur shumë. Kostum klasik apo stil modern? Modern. Modern. Okej. Publik që vallëzon apo publik që të dëgjon me qetësi dhe këndon heshtje këngët tua? Këtu, une ka njëherë e kam atë vibe-in që kam qef me i pa njerëzit në kam, tu vallëzu, ka njëherë e kam atë vibe-in që kam qef njerëzit mu ullë, edhe veç me mungu mu që ka jem të bo. Okej. Edhe une me dhonë ato që di me dhonë për E cilën nga këto dyja Melos kishe zgjedhë tash në këtë momente? varet në çfarë rasti. Për shembull, nëse jam disponim për parën, e kisha zgjedh parën. Nëse jam disponim për dytën, e kisha Në zgjedh këtë moment dytën. për cilën jeni Që disponim? tash në çet moment jam për atmosferë, për Atmosferë, më uqu njerëzit me kërcy. Bukur shumë. Një hit personal apo këngë tradicionale? Hit Për të kënduar. personal. Hit personal. Zë i trash apo notat larta? Zoj mbushur. E trash edhe zonin, zë i mbushur. Kam une. Dasma shqiptare apo event të biznesi? Dasma shqiptare. Dasma shqiptare, okej. Mikrofon klasik apo wireless? Klasik është me kabel. Wireless. Wireless, më bukur se ke mundësi me shku ku dush. Nëse dikush të thot je si Bujar Qamili, e merr si kompliment apo si sfid? Mbarët në çka ma thot. Bujar Qamili është këngëtar superior. Tashi unë kur ta them non-stop që Unë e ta kom- kam bo unë- bajat tu ta thonë që je e zonin e Bujarit. Unë e kom ngu shumë. A duket kompliment apo duket sfid për me arrit tek Bujari? Jo. As kompliment, as sfit. Nuk më marrë si kompliment me më thonë je si Bujari. Ideja është që unë nuk pretendoj me u bon si aj. Tani, kjo konga që neve na duket që është original si Bujarit, është imitim nga ana jote apo është ky zëri jot? Ky është zëni jem, po në fakt unë e kom mungu shumë, çdo njeri në botë një model do ta merr. Okej. E ka një model për një diçka se
është problem me shpikti një stil tandin. Po çdo këngëtar një model e ka. Unë e kum pas model, është shumë e vërtet. Me imitoj, jo vetëm ato, imitoj shumë këngëtar. Po unë preferoj çaj stil më pëlqen. Apo kupton? Unë e preferoj. Kështu që unë preferoj të jam një melos i mirë. Një melos i mirë. Okej, pra do më thonë, a ofendohesh apo krenohesh kur të... Jo, absolut. Kur më thot dikush po kënon si, po bojari është këngëtar i mirë. A pra të po them. Normal që ndihem marr kompliment. Okej. Okej, si kompliment. Ku e ke, apo ku e shikon veten në tarmen për të kënduar? Po, me mend unë jam shumë Sepse the i kam përkushtuar vetes Po. 100% tash, familjen e ke rregulluar, tani e kthyer te karriera jote. padyshim. Ku vendosesh tash? Ku e shikon veten melosin pas ca kohëve? Unë besoj që do të marr investime, do të jap investime, për karrierën, fillimisht në tregun shqiptar, po me zemër unë kisha dashur të tregje botnore. Botnore, din anglisht, Melos? Po. E din anglisht, a? Do më kënu anglisht, pse përvo një këngë anglisht? Ja, mundesh me na këndu diçka anglisht? When I and oh my soul so weary, when troubles come and my heart let it be. Qa du thonë, Marash? When I am still and waiting in the silence, I'll tell you go to more than I can be. You raise me up so I can stand the mountain. You raise me up to more than I can be. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Tengo ne shoka manaman. A mundesh Louis Armstrong, Nuk I e di, See Birds. Jo, nuk e di. se zanin e kishe pas si ai. Po e tjetra... Si sa e ma se pa e harova. Okej, Melos. Faleminderit shumë që ishën në Folk Ship Show. Faleminderit juve. Kjo është fundi i kësaj interviste, sepse kaq kemi hapësirën tonë, edhe je mirëseardhur kurdo që ke dëshirë, kurdo që ke promovime, këngëtreja. Padyshim. Unë nuk mërzitem asnjëherë për të patur mysafir dhe për ta dëgjuar zërin tonë. Faleminderit shumë. Kënaqësia ishte imja. Ju falenderoj për ftesën. Ty të falenderoj edhe për jashtë këtu emisionit që je shumë shok i mirë. Faleminderit shumë, respekt, e meriton. Unë kam një intuit për njerëzit edhe kështu që e meriton. Faleminderit Melos. E mbyllim së bashku këtë emision me Melos Tërshnjakun, me Marash Pulajn, deri javën tjetër nga unë Melosi. Shihemi në projekte tjera Melos. Kismet bashk. Natën e mirë. Ali Suzamën!